Marilia është nxënëse e klasës së 11, ashtu si bashkëmoshatarët e saj ndodhet përballë një zgjedhjeje jo të lehtë, një vendim që përcakton drejtimin e studimeve universitare. Për të, kjo zgjedhje shoqërohet me stres dhe pasiguri, pasi mbart një peshë për të ardhmen e saj. Megjithatë, ajo ka vendosur të ndjek pasionin e saj për informatikën. Presioni është shumë i madh të gjithë ne, sepse në fund të ditës është një vendim shumë i rëndësishëm që do na orientojë ne në rrugët e jetës dhe është në dorë gjithë vazhdimësia e jetës. Fatmirësisht, unë te kjo pjesa shkencore jam më shumë fokusuar tek IT-ja dhe edhe tregu e punës e kërkon goxha. Një tjetër zgjedhje vjen nga një nxënëse e klasës së 12, e cila rikthe në vëmendje dilemat e një viti më parë. Në momentin e zgjedhjes, u orientua më shumë nga kërkesa e tregut të punës, duke lënë në plan të dytë pasionin e saj për teknologjinë e informacionit. Më pëlqenin shumë pjesët elektronike, por kur erdhi puna që duhet të zgjidhja, u fokusova shumë te tregu i punës dhe tek të ardhurat që ofronin to deg. Dhe rezultoi që mjekësia, pavarësisht të zhvillimeve që po ndodhin me hapa galopant kohët e fundit të teknologjisë, nuk do të humbas asnjëherë, do jetë gjithmonë aty. Mes këtyre dy qasjeve, profesion apo pasion, specialistët theksojnë rëndësinë e gjetjes të një baraspeshe, ku nxënësit të mos heqin dorë as nga interesat personale dhe as nga realiteti i tregut të punës. Në fakt, duke qenë një proces tejet i rëndësishëm, ata i nënshtrohen një informacioni të vazhdueshëm për gjatë gjithë vitit shkollor. Ky informacion konsiston në faktin se sa të rëndësishme janë grup lëndët që ata zgjedhin në varësi të kriterit të universiteteve që ata aspirojnë të shkojnë. Edhe për prindërit ka një mesazh të qartë në këto dilema me të cilat përballen fëmijët e tyre. Specialistët këshillojnë që të mos u imponohen profesione të caktuara. Procesi është i vazhdueshëm jo vetëm me fëmijët, por gjithashtu dhe me prindrit e tyre dhe gjithmonë ju këshillojmë që ata të ndjekin ëndrrën e fëmijës sesa të jenë imponues ndaj zgjedhjeve të tyre. Një tjetër derë hapur për nxënësit që ndodhen përballë kësaj dileme është zyra e këshillimit të karrierës, e cila prej vitesh ofron mbështetje përmes këshillimeve individuale dhe në grup, ndërsa duket se ndikimin më të madh të rinjtë kanë nga tregu i punës. Sot po shohim gjithnjë më shumë që gjimnazistët, nxënësit e klasës së 11, janë duke u fokusuar më shumë tek trendet e tregut të punës dhe kërkesat e tregut të punës, kur janë para zgjedhjes së lëndësve me zgjedhje, jo duke u bazuar gjithmonë në pëlqimet personale. Një zyrë e ngritur tashmë prej 6 vjetësh në Bashkinë Tiranë ofron këshillime karriere individuale në grup apo teste interesi, të cilat u vinë në ndihmë të rinjve për të njohur aftësitë e tyre, interesat e tyre. Shkollat kanë mundësi t'u japin hapësirë të rinjve për të plotësuar formularët përkatës deri në muajin maj, ndërsa ky proces ndikon drejt për drejt edhe në kriteret të pranimit që universitetet do të kenë më pas. Specialistët këshillojnë gjithashtu kujdes ndaj ngarkesës emocionale që nxënësit mund të përjetojnë gjatë kësaj periudhe.